Pas atmosferës së gëzueshme dhe të zhurmshme të ndërimit të viteve, rrugët dhe sheshet e kryeqytetit shqiptar në ditën e parë të vitit të ri 2011 duken thuajse të boshatisura. Nëpër arteriet kryesore, ku vetëm një ditë më parë mbizotëronte trafiku i rënduar dhe zhurma, makinat në qarkullim ishin shumë të pakta në numër. Gjithashtu, lëvizje e pakët e makinave vije e re edhe në rrugët dalëse dhe hyrëse të Tiranës. Bulevardi kryesor Dëshmorët e Kombit, që vetëm një natë më parë gumëzhinte nga shpërthimi i fishek zjarreve, tani më gjendet i gjithi në qetësi. Të vetmit njerëz të cilët lëviznin nëpër rrugë ishin ato të cilët shkonin për vizita tek të afërmit e tyre për të uruar festën e vitit të ri 2011. Bankat, furrat e bukës, dyqanet, shumë lokale dhe restorante në pjesën më të madhe ishin të mbyllura. Gjithashtu, edhe pak farmaci mund të gjehet të hapura. Për të gjetur një bar për të pirë kafe, duhet të sorolateshe nëpër rrugët e kryeqytetit. Edhe ato pak autobus urban, të cilët qarkullonin, ishin thuajse të sprazët. Në ditën e parë të janarit 2011, vije re edhe prania e uniformave blu dhe të policisë së qarkullimit rrugor të Tiranës.